Komisioni i Etikës ka vendosur të përjashtojë për 30 ditë nga punimet të Kuvendit të Shqipërisë vetëm 6 deputet të Partisë Demokratike nga 29 që pasqyroheshin në kërkesën e depozituar nga Partia Socialiste. Belind Kolliçi, Fidel Kreta, Albana Vokshi, Klevis Balliu, Flamur Noka, Elda Hoti janë 6 deputetët e përjashtuar me 30 ditë nga 60 ditë që ishte shkruar në kërkesë. Ulcimania ka dhënë deklaratë për mediat pas mbledhjes së Sekretariatit të Etikës, ku vendos përjashtimi deputetëve të Partisë Demokratike në lidhje me kaosin në seancën e njëjtë në Kuvend. Kjo ishte mbledhja e dytë e këtij sekretariati, sepse në mbledhjen e parë ne vendosëm që duke qenë se ishte një numër i konsiderueshëm i kolegëve të opozitës për të cilët kërkoheshte përjashtimi, ishin rreth 29 kolegë të opozitës dhe masat ishin kërkuar të përshkallëzuara për secilin nga kolegët. Në mbledhjen e parë ne vendosëm që sot, ditë e martë në orën 10, të shikonim edhe një herë pamjet e seancës së datës 18 dhjetor, pamjet cilat ju i keni transmetuar në mënyrë publike. Ka qenë një seancë, le të themi, ku jo normale, me veprime të dhunshme. Vendosi që vetëm për 6 deputet nga ata që u propozuan për mas të përjashtohen për 30 ditë pune në respekt të nenit 65 fraksion 2 të rregullorës Kuvendit të Shqipërisë, të përjashtohen me 30 ditë pune kur të filloj sesioni parlamentar. Belind Kolliçi, Fidel Kreta, Albana Vokshi, Klevis Balliu, Flamur Noka dhe Elda Hoti, që kanë kryer veprime të dhunshme në seancën e datës 18 dhjetor 2025. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka deklaroi se përjashtimi i 6 deputetëve, mes të cilëve edhe ai me 30 ditë nga punimet e Kuvendit dhe komisioneve parlamentare, u dhan me urdhër të Ergys Agasit dhe Suel Çelës. Çdo njëri nga kolegët e opozitës ndihet krenar se këto masa të propozuara nga Ergys Agasi, Suel Çela, Xhabaftët dhe Troplinët dhe të zbatuara nga ushtarët e tyre në pushtet janë bien mbi ata deputet, bien mbi ata burra dhe gra të cilët kanë qenë të pa kompromis në betejën prej 12 vitesh ndaj krimit organizuar, ndaj karteleve dhe ndaj korrupsionit. Gysi dha urdhër dhe kjo ne na bën krenar dhe kjo tregon që ne jemi në misionin e duhur dhe që urdhat e Gysit, të Troplinëve, të Xhabavëve apo të Suelit nuk e stepin opozitën. Ne do të jemi këtu përballë deri në çmontimin e tyre. Ndërkëtë kujtojmë se masa ndëshkuese për 6 deputetët e Partisë Demokratike nis të zbatohet me 19 janar, pra në seancën e parë të Kuvendit për vitin 2026 deri me 19 shkurt.